U kemë në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend dhe po ashtu se çka po bën Kosova që të dalë balë të gjitha këtyre problemeve që kanë kapluar botën. Me mua në lidhje direkte është Sali Rexha, i cili do të na njoftoj më shumë rreth gjendjes politike në vend. Zoti Rexha, faleminderit shumë që pranova që ti jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje Djellza, gjithashtu faleminderit shumë. Zoti Rexha, ju ndodheni në Gjermani, ndërkaq prej atje si po ju duket gjendja në Kosovë. A kemi përmirësime apo po vazhdojmë të stagnojmë në çështjet politike? A kemi një ngërç politik tashmë sa kohë prej zgjedhjeve të fundit? Unë për fat mirë nuk jam në Gjermani, jetoj në Zvicër, jam në Zürich. Më falni, e kam gatru vendin. E rëndësishme është që jashtë Kosovës. Zvicra është shtet neutral, ka qaste gjitha grupet, gjitha këto anë, edhe sa i përket Kosovës, unë kam thonë edhe ma herët, po përsëris prapë, se për momentin jemi në grup shtet, cilin e ka apliku Albin Kurti. Shpresoj shumë se do të gjetë një zgjidhje ligjore, një zgjidhje kushtetuese. Unë mendoj se masi ka disa ankesa janë bën në gjykatën kushtetuese nga OK-ja, dhe tani po presim, si duket po pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, dhe gjithsesi se do të vijë deri në qeveri e opozitës, këto janë shumë i sigurt. Bedri Hamza do të jetë kryeministri i ardhshëm, aty nuk mundet me ikur kush atë vullnetit popullit, sepse ish opozita doli fitues me 4 deputet më shumë. Bedri Hamza nuk u tërhoq nga deputeti, u tërhoq edhe nga gara për kryetar të Mitrovicës, do të thotë ajo është u bogati që ta marrë udhëheqjen e shtetit. Zoti Rexha, ajo vizita që u bë në Mitrovicë ka zotri Kurti, besoni që ka qenë për këto lloj marrëveshje politike atje? Jo, PDK-ja nuk bën aleancë kur me lidhjen dhe të vendosin, këto jam i sigurt 100%. Pra mendoni që do të jetë komplet çështja e opozitës, kjo çështja e formimit të qeverisjes së vendit? Çështja opozita ka fituar zgjedhjet, Amerika e po pra opozitën, se ju kujtohet na që e përcjellin pak më mirë politikën, me tu kandiduar Bedri Hamza për kryeministër nga PDK-ja, ai udhëtoi më një herë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe e ka përkrahjen e qytetarëve, ka përkrahjen e shtetëve tona aleatëve, nuk ka kryeministër tjetër poshtë Albin Kurti dhe ky Abdixhiku, i pari do të shkojnë në opozitë, atë të përballet me drejtësi, për hajni edhe për krime. Abdixhiku ka premtuar vetë se nëse i humb zgjedhjet të tërhiqet nga politika, dhe kjo ata veç humbin kohë, se kjo do të ndodhë, me siguri do të ndodhë. Zoti Rexha, ju thatë goxha shumë informacione, po desha të dija do të shkohet në zgjedhje ashtu siç po proklamohet tash e ca ditë nëpër mediat kosovare, apo do të jetë kjo zgjedhja që vetëm me marrëveshje politike të opozitës do të rregullohet e gjithë kjo çështje? Zgjedhje nuk do të ketë, absolutisht, se këta deputet që i kanë fitu mandatet, ta nuk heqin dorë prej tyne, sepse siç dihet mirë me ligjin zgjedhor, ata duhet të qëndrojnë aty 2 vite si deputet për ta marrë pagën 4 vite. Dhe aty 70-80% e deputetëve aty janë vetë për paga, nuk janë për diçka në një kontribut tjetër, janë shumica keni vrejtë edhe ju, që janë njerëz anonim, disa i kanë hap kontot për herë të parë tani, mas janë bërë deputet, ata janë njerëz të dëgjueshëm të liderëve partijak, zgjedhje nuk do të ketë, as nuk ka nevojë për zgjedhje, se populli ka thonë në ato fjalën e vet. As marrëveshje nuk do të ketë, sidomos me Kurti nuk do të ketë, sepse Kurti nuk është aty për të bërë marrëveshje me dikon. Kurti është aty për ta dëmtuar Kosovën sa më shumë. Agjenda e tij është çurja e shtetit Kosovës, po për fat mirë nuk do të ketë sukses kurrë. Shteti i Kosovës do të mbetet për jetë. Është shteti ynë, cilin kemi luftuar me gjenerata të tëra për 100 vite, është shtet në cilin kanë investuar Perëndimi, ka investuar shumë Amerika. E s'mundet një njeri i ardhur atje nga Vladimiri, aty nga vjedhët na shkatroj shtetin tonë. Zoti Rexha, po më qenë se ka shumicën në kuvendin e Kosovës, a do të jetë bllokuese për shumë çështje që kanë të bëjnë me Kosovën?
duke ditur se ka numrin më të madh të votave në kuvend. Ai nuk ka shfitu, s'ka dali i pari nuk i ka 61 vot për me formu qeverin, do të thotë ai shkon në opozit, me njëherë si shkon në opozit, dikur i tërhiqen këto truprojet, duhet me shku në prokurori, duhet me shku në gjykat, duhet me shku 99% shkon në burg, ose i ka tjetë familja në Norvegji, prej tina nuk duhet prit asgjë të mirë për Kosovën, me të s'duhet asnjë kompromis, opozita i ka fitu zgjedhjet dhe duhet ta formoj qeverin, LDK-ja po lunë aty ka pak lojna Abdiqiku se LDK-ja jo, një përdaj në fund do të dorëzohet edhe nuk ka ku shkon. LDK-ja duhet hinë qeveri, ti marrë pushtet asë ka vota, i ka 20 deputet. Kush do tjetë ardhmja e LDK-s? Me qënë se Abdiqiki do të largohet, kush mendoni që do tjetë në krye të LDK-s për periudhe ardhshme kohore? Po LDK-ja për fat mirë është parti institucionale, është partia më vjetër, është partia më demokratike, për fat ka dhe kuadrë, ai ka me siguri ka 200 njerëz që mund të zëvendësojnë Abdiqikun pas një problem. Tash mos me hinë emra Abdullah Hoti, Kujtim Shala, Zonja Bajrami, sa tjeri, po tam i ka 150-200 njerëz që mundën me udhëheq LDK-n pas një problem. LDK-ja ka rrugën e trasume, ka qëndrimin e qartë, ku qëndron djatha, është parti edhe në grupin e partive djatha në Evropë, edhe është parti me traditë shumë të madhe, i ka ndodhur disa thymje nga brenda, edhe në kohën e Hidayet Husenit në grupin e tij, edhe në kohën e Dacit, edhe në kohën e kësaj Vjosa Osmanit, por ajo i ka përjetu, do të përjetoj edhe Lumirin pa asnjë problem. Do të dëmtohet pak zgjedhje të tjera, nëse nuk tërhiqet me kohë, por do të mbetet lejtar aty, ku është. Zoti Regje, me qenë se bota po kalon në goxha kriza, kemi edhe konflikte të reja në botë fatkeqësisht. Si mendoni se do t'i përballoj Kosova të gjitha këto gjeopolitika të reja që po ndodhin në gjithë botën? Më falni. Po mendimi im është se Kosova nuk është ndonjë faktor që duhet të luajë rol diçka në politikën ndërkombëtare apo në luftë. Ja, po bota nuk i ka sytë e kthyer ka Kosova. Kjo fatkeqësisht mund të jetë favorizuese, sidomos për vendin tonë fshinj. Për fat mirë, na jemi në mbrojtje të Amerikës, KFOR-i është ushtria e cila e mbron interesin e Kosovës, sigurinë e Kosovës, tu nuk ka asnjë dilemë, asnjë rrezik, po për fat keq kemi një qeveri antishtetrore tash, që thash edhe më herë, e cila ka kryer grushtet për momentin është grushtet. Ajo do ta dëmtoj Kosovën në këto raportet ndërkombëtare, me përkrahjen ndërkombëtare, sidomos me përkrahjen financiare. Është të izoluar, askush nuk kontakton me ta, askush nuk i merr parasysh se ekzistojnë. Faktikisht na jemi për momentin qeveria e dhomshme e Kosovës është në sankcione, njëjtë si Irani dhe Putini. Albin Kurti është radhit, ai mundet me deklaru çka doj, por ai për prendimin është në krahun e Rusisë dhe të Iranit, edhe ashtu do të po, për fat na nuk kemi ushtri. Por me sulmundi nuk kemi kapacitete nukleare, me cilat do të mund të shantazhonte Kurti, jemi një shtet i vogël, ngritje sipër, e kemi përjetuar një mashtrim edhe një madh i cili do të kaloj me siguri jatë ose në muaj të ardhshëm. Zoti Regje, ai teksa në Shqipëri po pritën të gjithë liderët e Ballkanit. A besoni që Kosova do duhet të shfrytëzonte Shqipërinë në kohën kur ajo po është mirëpritëse e të gjithë liderëve botëror, patëm edhe summitin që mbajtën në Shqipëri, po neve sa duhet të shfrytëzojmë lidhjet më Shqipërinë, që të shkojmë përpara, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me Evropën, pra. Është absurde se si ka vendos raportet, apo si ka shkatruar raportet Albin Kurti me Shqipërinë, si shtet po mendoj, është shqetësuese si ka shkatruar raportet me shqiptarët Maqedonisë. Ashtu dhe në Lugin, vetëm Malzia atje pasi e njohin, nuk i kanë rënë ato kursat e tij. Përndryshe është një fatkeqësi shumë e madhe, 4 vjet sa ka qenë Bajdeni, njeriu që e njeh Kosovën mas miri, dhe më mirë se sa shumë shqiptarë, njeriu që ka dhe lidhje emocionale me Kosovën, për 4 vite sa ishte ai në pushtet, nuk u shfrytëzua asgjë, asnjë propozim, asnjë përkrahje tyre, çdo gjë u refuzua.
tash është kthye prapë Trumpin në pushtet, dihet raporti i Trumpit siç është me Kurtin, dihet se dje ose dje në vërtet Trumpi u deklarua se do t'i kthehet edhe një herë problemit Kosovës, do të thotë shpresoj shumë se Trumpi nuk do të humb kohë, do ta pastroj situatën në Kosovë, do ta kthej Kosovën aty ku ka vendin, për krahjen e Amerikës, për krahjen e Perëndimit dhe largimin e agjendave ruse dhe serbe, të cilat i udhëheq Kurti në Kosovë do të largohen. Mirë, po patëm një reagim të Kurtit në lidhje me këto deklaratat. Ai tha se Serbia po i shkel marrëveshjet edhe gjithsesi duhet të ketë një reagim sa i përket kësaj çështje. Mirë, po ne kemi pa që raportet me Amerikën e kryesisht me Donald Trump nuk është se kemi pasur këto kohëve të fundit. Pra, ne kemi pasur zakonisht deklarime që ka bërë Grenell sa i përket çështjes së gjykatës speciale, po specifikisht për çështje që kanë të bëjnë me problemet në Kosovë, nuk është se kemi pasur diçka. Shqeqani, sa i përket Grenellit, aje ka kur flet Grenelli, apo cili do zyrtar, ambasadori, i përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na s'mundem me thonë se një deleguar i presidentit Trump, apo vetë presidenti Trump, ndonjë ambasador nuk i ka qëndrimet e Amerikës. Ndërsa raportet e Kurtit dihen se çfarë raporte ka pas, i ka fy ose sjell keq me ta, ndërsa sa i përket gjykatës Hagës, ajo do ta çaj punën e vet deri në fund. Në punë drejtësisë nuk përzihet as Grenelli, as Trumpi, as kush. Trumpi ka qenë përshtet kur është kthye aeroplani i Hashim Thaqit mbrapa, sepse kultura politike e Evropës edhe Perëndimit, nëse një njerë ka një akuzë, ai duhet shkojë te Bullgaria të aptara drejtësisë, aty nuk përzihen, as më shumë nëse është një akuzë për krimet luftës, atëra ata nuk përzihen, janë shumë të ndihshëm këto raste. Ata e presin vendimin e gjykatës. Që të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi që shërbahat, që ky dialog të marrë një epilog, pra të marrë fund dhe të mbaroj dhe të shkojnë përpara në proceset të ardhshme, të cilat janë mjaft të rëndësishme, në të cilat neve kemi stagnuar. Ne kemi, kjo është loje Kurtit, është asi, Shqiptina me mashtru, se na nuk kemë çka mu marrë me Serbinë fare. Na i kemë obligimet tona, me një ndërmjetësues pra me bashkësinë ndërkombëtare, na duhet të kryejmë obligimet tona, ta forcojmë shtetin e Kosovës, të ecim para. Nëse nuk i kryen obligimet që i ka marrë Serbia, atëherë ajo shpallet fajtore, ajo përballet me sankcione. Kjo është loje Kurtit, kjo është agjendë serbe dhe ruse, në cilën ka ra Kurti, me qëllim ka ra në këto agjenda. Ai vazhdimisht merret me Serbinë, shtyhet me Serbinë, shtyhet me Serbë Veriut, ndërsa ne kemi përfunduar sankcione, kemi përfunduar në raporte shumë të këqija me Perëndimin, Shqipërinë dhe Amerikën, edhe kjo agjendë Kurti shpresoj se do të largohet me gjithë të bashkë. Për këtë arsye duhet të jetë opozita shumë e qartë, me gjithë ja kemi dhënë votën opozitës, pa marrë parasysh cilën parti, unë kam mujtë me votu AKN apo PDK apo DDK, vota jeme ka shku të ata që dojnë që e largojnë Kurtin nga pushteti, që e kthejnë Kosovën prapë në rrjedha në miqësinë Amerikën, në zhvillim edhe në prosperim, e jo se ka qenë jo më aq shumë për krahasim ndonjë partije. Në këto zgjedhje unë kam votuar DDK, por sa që ta Bizhiku aty nuk do ta votoj kurrë. Zoti Sali Rexha, ju faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesë dhe ju morëm kohë duke ditur krah angazhimeve tuaja atje. Faleminderit, ju përshëndet, shihemi tjetër herë, çdo të mirë, ditën e mirë. Ne pam një opinion të zotri Sali Rexha, i cili na dha në lidhje me gjendjen në politikën në vend, shumë informacione të rëndësishme që kanë të bëjnë me politikën vendore, por neve do të vazhdojmë të flasim në lidhje me sigurinë në vend dhe apo rrezikohet çështja e sigurisë në Kosovë, ku do të kemi të ftuarin tjetër në studio.